You are now listening to R Studio. R Studio. Jena live, dëgjues dhe shikues të Radio Dugazhinit, mirë se po vjen në Or Studio me mu Fesionikun. Se çdo të mërkure, edhe këtë mërkure, jeni me mu në emisionin e natës. Kudo që po na dëgjoni, nëse jeni në kerr, jeni në aplikacion të Radio Dugazhinit, në YouTube, Spotify, kudo që po na ndjekni, mirë se vini. Nuk jam veç vetë, normale kom edhe DJ Enzi, shout out to DJ Enzi. Ato e kena dhe trimin, e kena dhe gjimin, po e ka kop. Dishka e ka kop, po s'po mujna me fol. Dëgjues të dashur, gjithmonë emisionet janë nisi para se me prezantu mysafirin me kuriozitetin e natës. Kuriozitetin e natës e përket hip-hopit, normal. Sa dhe kom zgjedh një kuriozitet që lidhet pak edhe me mysafirin, jo shumë, po një farë mënyre. Kom ju tregu mas nej. Po sot është një kuriozitet që ka të bëjë me Travis Scottin. Travis Scottin në Astro World Festival në vitin 2021 në Houston e ka pas një super koncert, po koncerti ka pas 10 persona të vdekur që e kanë humb jetën. Edhe kjo është një ndër tragjedit më të mëdha që ka ndodhur në botën e hip-hopit. Nashta pak keq me anis emisionet me lojmer të hidhura, po kjo ka ndodhur që 5 vjet. Ju sugjeroj me po dokumentarin në Netflix, është super amazing. Nuk po hupi ma shumë kohë, edhe po e prezantoj mysafirin e sotëm në Or Studio. Është një mysafir që definitivisht është një artist që nuk nale të punu. Soko 10 viti këko qash kong. Lirisht mujna me thonë që është një ndër artistat e mi të preferum që e ngaj. Edhe jem gëzu shumë kërë më ka thonë që po vjen. Me neve është Defsha from FR City. Përshëndetje, faleminderit shumë për fjalën, shumë faleminderit. Me syza dëshëndrësh. Komo traumpi blerunës, bro, mo seke këtë syzat. Sa do në komenajt me syza, gji, heq më stanin, chill, se më shpej. Ta shi qesëm edhe mollat. Ti e ki për respekt, bro. Për respekt, baka, jo me mollë, gji. Jo, ati pse thash i lidhet pak Astro World me ty, se emnin e djallit e ki Astro. Po. Edhe më interesoj, aja ke lonë për shkak të Astro Travis Scottit a s'ka të bëj? Lidhje me ato, po është këtë lidhe me tjetër sound. Lidhet me tjetër sound? është ma shumë me astrologji. Okej. Po, A je fan se astrologjisë njëre? jo, veç ashtu i ka ro atina dhe emre, Okej, nice. Apo na tregon pak kush o Devsha, bro, qa ke bu në fëmin një, kush... Po, Qysh ke orderi qëto? Devsha është një djallë si ketë, veç që më ka qëllu me post qef muzikën, edhe jam kom pasionant masoj edhe se më nërë kërë. Afron nga të mikrofonit, gji. U kry gjise. Nuk të nina. Tash, su me thonë që kam nëjë sen ma të veçanë se nëjë kush tjetër, se gjithë kush mundet me bëllë që ato që e bëjon, veç me shumë punë edhe për kushtem. Amo është interesant se për shembull edhe emnat artistik, zakonisht trollin që e lënë mbi emrin se jamën artistik. Po mund ka qëllu edhe mbi emri mirë tash, me pos emrin mbi emrin Lapushi, ose lanë kërkosh, ose... MC Lapushi in the house! Kom një mbi emër Kogdhima, Kogdhima. Se lënë mbi emrin ma fani. Këta të Shqipnis i kanë të mbi emrin mbro. Ardit Qakarima. Gjerti Strofologu, ku jeni i zavlona, ati që kena Goshi, Ashori, jena vak. Mund ka qëllu mbi emri pak ma i veçant, ta fru në mikrofon se po arraj. Mos tanin ta kujtaj që. Ta fedirat. Qa më ka qëllu edhe e kum përdër, jo që ja kum gjitën vete, po ketë më kanë thirë qështu. Në mbi emrin kanë thirë, o? Po, zakonisht se cilën pineve e thirën mbi emër. Ketina Devsha se më në familja. A ti kërket Devsha Junior? Ja, unë jam, ja që tafti e kam një junior ma të vëgër sone. Aj për bjen double junior, JJ. Mu para më në të shakon reper me alën vetës Uniku. Ketë jashtë. Kush menon, se pas ma posë që të pyjtjen menja, hejtë shtu hajtë masu u qelë lofi për fullëm. Kush menon që ka emnin ma hard, kështu, jo veç në Kosovë, po edhe nashta ndërkombëtarisht, pere, që të pëlqen. E di, Devsha.
Shout out to Devsha. Kur ja keni zgjidhur repet, sa vjet i ke pas? Po ai qefi i muzikës për me bon muzikë i kom pos në 9 vjet. Okej. Kur kom shku në studio për herë parë i kom pos 10. Ti bon 11 jam kon për ditëlindje pa ta shku. Edhe tash i kam 26 pi bëj edhe 2 muaj. Domethënë që 15 vjet veç kom shku në studio për herë parë dhe jam mirë me çfarë. Shumë herë ja pas ke nis njëre. Kush të ka qu me çato vjet në studio? Vet kom shku një shek e pa gjetë studion, tani kom shku për mes tina se na as di shumë ku me shku, se kena menu që s'kon Kosovë, se fëmijë, s'ki informacion. Tash ma ndrysh është. Kanë ke pas role model growing up, kështu, ke pas në artist që ke look up to? Unë i kom ngu gjithë Ferizojt, po edhe me artista internacional jam rrit, po gjithë kur jam kon i vogël, domethënë njëri kom një gëtë një muzikën, tani buta ka papa, mas niku, tani buta ka ma cool për mu me ngu, se u kon pak ma kullera, njërën që shi ka thonë sanët, e ta është ku morë dhe unë e ta është më gëj mu, Hey, let's go, a jeni supportuz ndaj njëni tjetërit, repetat të Ferizojt? Bro, ne kam mirë me kej, bro, se kam keq me kërkan ish. Okej. Nashta do të më kom me një pikë më të noltë, më pos punë të keq me najkan, se për momentin jam shumë mirë me kej, s'kam problem me kërkan. Okej. Po nashta ma vuj një metatri dikujna që jam mirë me dikan, ku pe dijen. A ma mas mirë që ke zgjedhë, s'ki nevoj me kërkan me pos keq, se je artist. S'kam arsye me më kon keq. Rapin Ferizaj është këgja enç tash njëri, këgja jeni artista. Gjithë u kon muzika në Ferizaj, do me thonë edhe ma olla jam është Vlerzit Gërvolla, ata njën si artista, do me thonë janë kon një 2 vllazni. Do me thonë rruga më thire që ashtë që atë jetaj. Edhe do me thonë edhe thelbi që ashtë u kom. Bibja thelb. Nësë po i nëj farlofi pa lidhe, për thonë. Me butën ki dhe Kong. Po. Shara buta gjithë të njetën. Kruja që të Pasara, për butën edhe njerë shara 10. Shkull dhe te, brate. Që shukon ndjenja me bu një Kong me butën, edhe që shka orë dhere të bashkëpunimi? Drajë më të kalzu, bro, kur pa ta punu për herë por me butën, u konë qef jam i shumë i ma, se s'po dish me thonë, u konë një pik ku e kom po që muzika, mënët më konë shumë me fërë të aja, Edhe tani e kum posi diçka që me bo dhe unë e diçka fërt, si kur këtë që e bën vetën unë me botemën, tani kur e kena pas knu një kong që ajo s'ka pas dojnë në fakt, po veç u kon tripe që kum pas më rrit që a dit në studio me ingjizu një kong ku morë për kërka i që ta unë ka një si fëmi që ka që e tani unë me pun kum rrit që atë me ingjizu që atë sen edhe kum thonë që gjithë sen është e mundur me bo veç do t'ju përkushtu fort. Që shu prit konga me butën, ka gjau pa të prit mirë, a? Po, ajo veç lik është edhe ka jesë shumë fort, po e kena qitë edhe një frek, është në deluxe të albumit tem Devqa, që e kum qitë vitin e kalum. Kena pos me bo një bashkëpunim tjetër, po kanë do dësene të ashtë kam mitë më shty, po kismet kena me bo diçka, kena në laf. Do me thonë është edhe në tarmën edhe një bashkëpunim me butën. Hajde penguena është kongë të gjusë të doshër, penguena kongën e Devqës me butën, emnin e pa dojt, a? Ja. Hajde, DJ Ems, hajde pak të ngojnë kreta ata që përna dëgjojnë. Shout out Qëri, shout out Kiva, shout out Buda, shout out everybody, 1 milion. Jam tu higja nëse da më still free gaza Kur legjë nuk këm pi, gjithë këm ty më zaza Kek me tullat kokës, u bo mi kasa Policia tu e tu po s'ko gjunë qarta Qori i ka moj tit, gojen e ka kip Kiba i ka moj dhejt, gojen e ka kip Ty a lopat vet, i kalzën kejt Zit Gën e motej sprap, hajde smeri tan straight Ti buna ekstrakt, solo m'jam, uju më zbër pej
na exact, solo m'jam, ju me zbëtej. Të mi kopim fart, kur më shurin kështu një. Halo të një, jo, halo të një, jo. Unë jom sojnë, ju më pejnë, jo ga shaten jo. Dy tu lagën nuk ju në tjerë, që ti në vikshtin i nëris. U shkrit zeni që tu në mist. Like this, 16 vjet unë ju më bë shef, peshte mu ju më kon matrix. Gjuj me t'majte, gjuj me t'jaft, unë ju më ambidexterist. Unë jom slimy, unë ju në shop, ju më pitok së snow. 13 vjet jom t'u bolek, and I got it by myself. 19 vjet unë kom ble, hey, Mercedes coupe. Edhe halo euro vjetra, unë jom t'u një, për big bro unë jom t'u pay. Kombo pare jom t'u pay, unë kore. Veç t'isha muj me ble, kesh dhe në Paris, veç franceske ja ka vlej. Yes, sir. Hey, Buta featuring Devsha Dojt. A i ki dojt e fort. Që është da e pytja. Qa u konde gjinë në trep, mi këty dikuj në shpin. Nëse t'ka mojt, i ka pos dojt e furt, nëse s'ka mojt. Si ka pos. Jo në kombe do loj si fëmija. A i ke lujt njëre të këto për shamull? Janina? Janine, po. Delet e ke laftë. Po, e kam kong edhe me agën e tham. Për në me? Edhe tham, ki ri për mi luj si dele ki laft. Çfarë bore, ja. Unë mu më ka shku kja loja me qaprës që u kun kja, dhe në kja bëzz. Kur së më zeshë në gji. Atë Allah i bot besi mu kon, mu e di qka e që kur gjo, të rajbë. Pasha Allah i në ne jo, të kum ketë, bro. S'ka loyalty na bëz, bro, 0%. Ka gja biti mirë, kush e ka bo bitin e kongës me butën? Shout out Mala, e ka bo bitën, e ka bo mix masterin. Shout out that guy, është një djoli kësus. Unë që të gjipët na pucit e ty me bo shout out. Mala, shout out 800 euro. Amo jo, për një me biti ke New School. Devs, ku inspirohesh për tekstet, a i shkruan vet? Për tekste, bro, vet po se po, s'po di ka më thonë ku inspirona. Ka njerë, më vynë ka njerë me dollë, bro, se ka njerë pre me bloku, na s'kam shka tham. E si t'ja nisi me jetu ma shumë, na tu jetuina nëste, po s'po di shmë thonë. Me përjetu, me përjetu. Edhe tani më vinë sa në treja, kam qef më konë sa ma i moment që më dhe me jetu moment që mi kopë këtë sanë, bro, s'tu më konë një sanë që mundet më mikë. Po, atë ka ndodhë nërë me pos nëjë blokim artistik? Që mësë me mujtë me shkru, për shamë në shta, ja, ju shë përgat, ju, në mund me ndodhë në ide që s'jam të një like it, a mu bëj tjetër sene, se s'jam të ingjizu, bëj, ja ndrejqë në kongës që ka nevoj për mix master, ose bëj në beat, këshyri, veç nësta këshyri me prodhu diçka. A i bënë edhe beatat njëri, a, bënë edhe beatat? Po, qëta kuve të fundit jakom njës, me prodhu, bile një album mas Turbotallava trepit, se halo se lajmëriva Turbotallava, po... Kena me folë edhe. Ja, thirët europare, do me thonë europare dhe europare, është fjalla njëjtë, po i ka dy kuptime. Do me thonë që kjo album është fully produced by me. Nisan që se kom pos ma përpara, do me thonë, tash kam gift edhe njërën e beatave që është du me t'inglu. Edhe në melodi. Ja, do me thonë... Më tregove ma herët që edhe videoklipet i produce vet, i jep ideja. Nafta Nisan që më kam kur jam konë i vëgël, u konë videografia dhe fotografia, se jam konë shumë i dhanë pas që aty në sana. E tani, kam qef mi shti unë se ju që mu duke që s'din ata, po e di qka du për vete, e tani kam qef... është e fjalla, kër skru në dora jo të skru në huja. Se të që e den, se den kërkush. Kam qef ideja mu konë qysh e duan, Nafta pak sen egoist, amo qështu e duha, Zipson menoj që këtë artistat e talentume dhe një farë mënyrë se kur i artist, do mos reper, je një farë loj gjenia, për shamull... Se di, bro, në pojme po jo, reperat jo edhe poeta në shumicën e kohës, ja, normal, po... Nese se gjenisha, të prova, pak... Për gjenis, se di sa thamë, bro, se s'po dish më thonë jam njeri që trollohë në shumë, për shamull, kam e gju, naj keset për lukët e naj sana, ti moth pa ti ka trollohë në arrej, bro, A mo kjesë do me thonë, ti je i mirë në muzikë, do me thonë që dush me koni mirë dhe me gju për logën. Mos tani në gjithë dhe pej vaksinat këtë për trollohë, më ka pak më mdogën. S'ko morë vaksin, bro, se janë cheap, bro, fuck that. A s'ke morë?
Okej. Desh, a ke shkruar teksta për artista tjerë? Ku mbovë së që najsen, ku me di qka, nuk ka që kisha pos qef mu livdu për këtë sen, se nëse do diçka pse du ti me bo një sen qashtë, se s'po di që më thonë nëse që je artist ose artiste e fort, kam qef më të po me një pikë ku nështë se kështë e po vetë, Okej. jo që nështë ajo për shtatët ose ajo për shtatët, vish me një, jo që najsen. Okej, Devsh, a jena gati për performancën e pare? Yes sir, of course. Cilën më dëmë të parën me bu? Që e Besa. Emnin e ka Besa konga. Po, është drog përveç, do me thonë bita, po e kum bo, do me thonë bitën për fillimit. është sample i Ghetto Jeezy, shout out to Ghetto Jeezy për to 100 euro stash të i pilloj. Dhe stash e më dikon 130 euro bërë. Okej, shkojna me Devshën live në Ars Studio Radio Dugagjini me mu Fesionikun. Është performanca e parë për sonte Besa. Besën ta come vone. Let's go, DJ. Yeah. Europare. Yeah. U pasoj, u bo me unë Lamborghini unë nuk bëj Kur s'kem vesh nëse krem di lira kam Për qenë kur s'mununa për fitem S'un ka njëftu ka vruget Ta shpun shprej mu për qem Fjuk të tu qa lidh dhe dy tjera s'gidh Duhet mingi para se me fjet Unë jam me dhizi quna Nisi dit tu bol Pa djersit jam seni ma i mirë Që kime po kime nis Unë ka ndudh Pa ma lyp edhe një not Qaja që ka rondur te me roa Pet ka pos na vok Koleksion gjithë për qdo dit Jo va jem tash jom vik Jam tu kish unë e kri fundi këtyne luti po ju pikja Ajo te bani sa jem më ka bën kthesa Zoni po ju nije po ankut kinder pesa Me një shkim penthouse I kaldzej se qao besa Zdo se në që shun e tham nuk kërkajnë disa Ajo te bani sa jem më ka bën kthesa Zoni po ju nije po ankut kinder pesa Me një shkim penthouse I kaldzej se qao besa Zdo se në që shun e tham nuk kërkajnë disa Bisim bë masoj ajo mjep happy ending Unë vy një garoj po di kjerë mja bo venin Nuk unë vy gramoj por e ti du centum centi Për qytet të moj jam të reprezent u venin Jo me rakën senin për një brek Po brë ka fjall po brë trek Për moment jam maj kërkuni po nuk muj më mgjet Sunja zgoti durën kër kulturën e mbeti jam të mshet Ja 5.000 qon gojor 30.000 janë tol Atë janë në cupa mrena mund të sa si specialot Tu indo qiftë si kit ket Ajo në sytim le pijet ku këm mës vet Mami shumë të ishtë nuk ka njëm Nashta në arshijëm Qka s'pas ka ndudh Qas mës po flitet Në vuk ishtë vën tone deri të argjitët Në vuk ishtë tone deri në gërditët Ajo që vanisa jem më ka bën kthesa Zoni po ju nije po ankur këndër pesa Një këshin e penthouse Si kaltej se qao besa Gjdo se në që shun e thëm nuk kërkajnë disa Ajo te vanisa jem më ka bën kthesa Zoni po ju nije po ankur këndër pesa Me një shkim penthouse Si kaltej se qao besa Gjdo se në që shun e thëm nuk kërkajnë disa Aeropore coming soon Devsha Aeropore coming soon Besa Yeah, shout out Jesus, shout out Tingulli Tent, shout out Kate, kush e ka bërë këtë ditë se di valloj veç. Kom me make sure Devsh që kom ja shu getët që kong kur dalë emisioni. Shumë faleminderit. Në fakt e kum bë story e kum mention, sigur veç e ka patin mention, ka thonë kush klera kë, ka I next. Unë getën e një këxhamat e kështu që I'm gonna make sure kom shumë faleminderit. Devsh super kong shkjo, ha? Shumë faleminderit, është pjesë e albumit Aeropore. Besoj nëse ma clear Jeezy sample se normal s'kudzaj me postum nëse është produkti tina. Nëse se ka sample asaj në ekon tjetër. Shpresoj kështu ta clear. Inshallah. Qysh është procesi shkrimit teksteve njëre? A ki kështu që jenë në booth dhe vish e bën? Bro, A ka njerë shkruj kur mu duket që ka nevoj me shkrua, se ka njerë s'ka nevoj mu kon teksti shumë I furt për me kon konga e furt, po nëse është diçka që I vin lapsi, ja nisim me shkru për ma ka dal, që mi lidh fjallët ma mirë, po zakonisht bro, veç hi elshej bitën, tham një laf, ose tham tjetrin, nëse është tjetra, është sa një ma melodik, e bëj vjen melodike, tani ja nisim me laf e se shkruja, veç I tham I përshtatit si pas qasoj vi melodika, A të ndodh me arru tekstet se ki shumë kong? Bro, sens moj men, bro. Seq, do me thonë, as një tekst temin, hit se moj men.
Atë ka ndodhur në armë përsërit në ajerimën 2 Kong. Ka mundësi edhe që e kom bo, po s'jam djeni, për deri sot s'jam djeni, s'jam fajtor. E qysh ruhesh për shembull mos edhe më tha që nuk po ngën shumë muzikë. A ruhesh për shembull në ajerim që çat që thu, ndoshta ka edhe nai kosha nai sa mos se kikit gojle Po fort. për deri sot nuk e di, s'jam fajtor që e thash edhe më herët. Po mirë ki. Make sense. Edhe me bletën e ki Kajani. Shara Magaj Bleta është shumë i qartë. Domethënë pi artista të ri është njëri që më pëlqen më shumë ti. Edhe keni bashkëpunimin fytyrë publike që është ka ec. Ja, ka ecë shumë mirë. 4-5 muaj që u dola, nuk ka dhe shumë. Ty besë di olla kur e kena qitë veç e di që ka ecë mirë, domethënë overall i ka për mi 100.000 streama që janë ketë organik, jo qysh janë mësuar në këtë mi po, se tash të streami po ka shumë vlerë. No, se so klikime. Jo, po menej këtë, se dikur ke bo shumë ma letë streama që tash të një kohë tjetër, avën. YouTube jasane janë pak ma off. Algoritmet pak Po, ma... për shembull për momentin Spotify kam sa në të mangune se në YouTube, avën. YouTube Spangojnë në rinja Ja. në YouTube, mos u dal Spotify, janë dal platforma tjera. E kujt ka ideja me qitë Voli Corleonën në klip? jam ja, unë e pata ftin në intro, domethënë direkt si e pata një bitën se u kon një pjesë ku është të full me Rasimin. Ti kallzu Rasimin që këfe zbëmi show njerëz në live, avën, se ka njerëz që të qujnë pore të pishon kejt, avën. Çka thot atë, ku ma rrus, rësat ose më imanet. Çka unë jam fytyrë publike. Po da e thot këfe, avën, zbë më mirë me komente, avën, unë jam fytyrë publike, që ato e thot, avën. A ka pas në reagim të prej Volit në isana jo? Ja, më zdi sa. Zisën se me këtuhet. Hajde të ngojna, DJ Enzap në alëshën, delëshën me bletën për to se fytyrë publike, dëgjus të dashur. Kena dhe Voli Corleonën këtu. Me dojnë me gjumë. Bigyan ko pe. Puro pre. Stop lyric. You know, really. Okay, thank you DJ Enze. Kjo ka devsha fytyrë bleta për to se fytyrë publike. Yes sir, yes Jëm bo sir. shumë be fytyra publike kove të fundit tash. Po, TikTokera. Tash kordh ku bro, vjen këtë syti kanë në ekran bro, e mojnë me vetë televizorin bro, vjen çështë kordh ku. Televizorin gjep. Po, çaja bro. Për para u koncert me dol në TV tash. Po, tash është Çdo i dyti. shumë easy. Devsh më tha që punon shumë edhe Jo, of course.
nuk nolësh, cili o motivi që e ki për këtë hustle që e ki? Kush të motivon njëre? Valloj bro, s'po dish më thonë veç dëshira e madhe që me bo që ato që du, vjen. Se pa e bo nuk muj mu nolë, s'kam arsye mu nolë nëse se kum balo. E qaja është, do me thonë, që kam shtyn. Edhe veç e shka ku jam sët edhe ku m'desh me kom para 5 vjetë edhe di që jam shumë ma mirë se so që ku menu që kam me konë edhe që kja gjithmonë. Se gjithë nuk je i knash me vetën, po vish kur ti fe sa në qysh ka ndrua, se nuk mundesh mi vrejt, se ndrujnë shumë graduale, tani shtira edhe vish mi shiju qatë në vërët. I ki 4 albume, të pestin e ki Rrugës, kena me fole për atë album, po të regom se nuk e ke njek rrugën në singles se shumica artistov, po qëtë albume. Po, drejt më të kalëzu, bro, unë, sa thova, i kam 4, 4 ndërgët janë vish në Spotify, mu s'ka 4 i botë në Spotify, yes. Se më kanë dëllë një farë problemi, mu kanë hek shumica sanë, po dej tash i kom bo 9 albume. Për në me? Po, do me thonë, qëta është pa qëta dë, do me thonë. Pa qëta që kanë me dollë, so kong pi bjen që i ki? Ja, se di, bro. Kështë në general? Brana 6 muje, bro, i kom qitë për mi, nafta 60, ma shumë se 60 i kom qitë. S'pe di, bro, valoj, kom hup. U përzi! Albumin e fundit që e ke qitë, ja ke dediku djallit. Edhe ke posë edhe në videoklip. Ja kom dediku një kong djallit, albumi dhe që është dedikim i jami, do me thonë, edhe jam pjesë të mija në to, edhe një pjesë e jam jam ma kryesure atë djallit, do me thonë, për që ata është edhe në cover, se është motivi jam që qëta është për e men nuk kam përshka nojnë, se nështë ta dikur e kësha dërzu për vetën, po qëta është kam arsye pëse mos mu dërzu, I sholla me ymër njere, djalli. Faleminderit shumë, amen i sholla, bre. DJ Enza, po shkojna me performancën e dytë, Devs, cila është konga dytë që kemë na performu? Shë që ato që e malqyve që atë vitën që atër, bre. Që shë ka jam nënë? Ja. Okej, shkojna me performancën e dytë për sonte Devsha live në Ars Studio Radio Dugazhini. Po shojnë. Okej, vich ka shte provu qëto. Let's go. Po shojnë, njerës që ka kopë s'pat hajisht, mi pos da vit ma ishte mija, nuk ka mundësia mrena në qontë. Pjath, si kur ma në tia, e kem lyp të na onë, pës ju gjeke fia, shu qërzutit, përzute policia, lët për ty, kanë qik të altia, kam i kopë molli, ka me i kopë përzia. Po më stanin se shumë shpejt shimina më së me huv kontrolën kena vega edhe mirë I përdorëm mi më punës derit e sosëm mi më punës ju na nuk lodhëm më së me huv kontrolën kena vega edhe mirë I përdorëm mi më punës derit e sosëm mi më punës ju na nuk lodhëm Ka më të bo shara v gjamia emrin bi emri folët I hindia zdita qa me zhjith e I muratriat një glëk edhe 2 snajperica me mu jen gjatë Si kur shpricat, lofin bretci Si kur briskat, lujnë dur si Kur në barista, devqa o hasta la vista Krimi shumë I mamë në merë shiki Jam qeni ma dhe ti jemi niki Kiri jeshelo si kur wasabi Ku ma të tu mi tjek mu drifti Nuk më jëmo me pari Riga deshmëri Nuk më jëmo me pari Riga deshmëri Po shojnë njerës që ka kohës Ishtavja Mi pos djem di me mija Nuk ka mundësia mrena në qontë Pjath si kur ma në tia E kem lyp të na onë Pës ju gjeke fia Shë qërzutit Dërzute policia Lët për ty Kanë qik të altia Kam I kopë molli Ka me I kopë përzia Po më stani se shumë shpejt Shimina më së me huv kontrolën Kena vega edhe mirë I përdorëm Mi më punës Deret e sosëm Mi më punës Ju na nuk lodhëm Devsha live në Ars Studio. Shout out to Devsha. Ja. Gji, është një album duke na ardha, Po, ama është diçka shumë ma ndryshe pe çka janë njerëz mësun me një edhe çka mi mësun unë me bo, se të ngishton për shembull dikush me bo që thënë 100% jam I garantum se kësha bo, po qa që ka pasor ideja vim si ajgora, vim që kom provu,
Okej. Edhe te ngjizudi qysh isha shumë komfort ka e bëjsha, vjen. Edhe kum thon pse jo, përderisa jam tuni çashtu sotomania dhe njerëz ndef dhe le ta xhikojnë për kaq, ndash për mirë. A vjen ajo është ata, mo unë mendoj që është diçka që su ka më herët edhe diçka që është e juna, vjen. Çka ndryshe në këtë album Def? Është i përzin domethënë Turbo Tallavaja me trap, domethënë është kej trap veç melodia është Turbo Tallavaja edhe mendoj që ku mordh me zhondrin tam çto për herë por se përderisa jam kon të bëj muzikë, jam kon gjithë i bazum taj bita dikoj tjetër për momentin më thonë që kjo sani jam edhe e kam bulën te ona vend. E çka Turbo Tallavaja është diçka që ke zbulu vet, a? Jo, Turbo Tallavaja është të njëjtën bro, mo unë çka kum bon Turbo Tallavaja është çka kum zbuluar. Domethënë e ke shti rapin në Tallavaja. Shka fulli bro, se për rap kanë ditë me shti tulli fare rapi, po është kete unë vend. Që shë emni albumit? Turbo Tallava Trap. Turbo Tallava Trap. Ja. So, a ka bashkëpunime aje vishë as nuk jam mundu me thirë kërkan, se e kom di që s'janë butën e njëjtë për me mua edhe nashta nuk guxoj me morë riskin që jam të morën. A mendon që jetu e morë një risk? Po, kjo është risk i madh, se përderisa mu më njohin ke ndryshe dhe jam t'ju prezentu ke ndryshe, mendoj që riski më i madh që e ku marr njët, po nuk automani se s'kam çau për ashtu kështu. Anyways, mendoj që artistat gjithmonë do të me eksploru edhe me dal pak që thonë njështa kornizave. Për shembull për artistat që rrin njëjtë thonë do të më ndru, për artistat që ndrojnë do të më nejti njëjtë, a vjen ka njerëz se di bro, vjen njerëz janë shemenojnë, a vjen se për mua unë gjykona që shumë ndroj bro, vjen. E tashti unë shoh për artista tjerë që thonë ai në stopet e bosan e njëjtë qysh. Domethënë, ç'më thon publika ka njerëz që dëna shka to lyp, po unë e di çka më dhon. Çaja më rëndësi. Atë kanë do Dev na herë me abu ftesën dikuj për bashkëpunim e me të refuzu, ose e kundërta, më të thirë të dikush. Po, të dyja të kanë ndodhë, po së që prekna për këtë farë punë, se qëre, muzika është për qaftë, nëse do me bo mirë, nëse s'do me bo, s'ko lidhe, a vjen. Për deri sa unë që ty e zënë ti po knojsh, a vjen, dhe që mënesh me fit të Nisan, a vjen, që mënesh me jop diçka kongës që mu bo ma e mirë, jo veç me bo bashkëpunim hatri kush jetë te, a vjen, zënë, a vjen. Nëse nuk është për muzikën, se bëj bashkëpunimin, a vjen. Po nëse e bëj është për muzikë. Apo thu që nuk e bën bashkëpunimin me një emën, qofse nuk përshtateni në muzikë. Po, për shembull, shokamu në Leverdi me bon një kong me Genën zena, vjen. Jo që shout Gena, 5 euro veç për ty pi argjeja, mo shtërë, vjen. Shumë e fortë. Amo për Genën nuk i shtove të, veç 5 e le. A i ko bakshishe shumë, bro, 500 tama se shë, bro. Nisan që po më pëlqen Dev, është që ju artistat e ri, po moni këgja tajt, po keni bashkëpunim. Qëta është kuve të fundit ja ka njësë me ndodhë shumë, edhe mua të më pëlqy se su konë që shtu ma përpora. Po nashta u deshte edhe artistat me bo bagazh vet pak, pa vden mu popi njerëzve që me ndodhë që kjo, se unë menoj që çdo ku e ka postohë, vjen bashkëpunimet me zveti kur i kanë bërë artistat e ri, kjo veç kanë të përserit, tafti na jena lojmi fundit, a vjen. Sidomos gjinia femnore, ki kong me shumë artiste femna, për shembull me Irajon, me Bonën, me Renesancën. E kom vrej që e gjen vetën edhe në slow jams, në këto muzikat ma të lehta, ma R&B. Bro, shka ko muzikë që më pëlqen me bëj, nuk ka lidhe qka është. Nëse shoh vetën, nisem për shembull se me Renesancën është pak ma 3 PM, a vjen. Në fakt që ta është ka ndruaj 3, po qatë ku, a vjen, nuk kom 3 PM. Dhe Renesanca ka feden shumë fort edhe kon kua shumë mirë kur ka dollë konga, edhe ka ecë mirë edhe pse s'ka spët as kur gjo, po u pëlqypi njerëzve edhe halo sot asoj ditën gëhet. Me Irajon është bashkëpunimi tjetër që t'u pëlqy shumë, do me thonë kanë shkru shumë njerëz, kum para agime, edhe me Bonën po. Tim po s'ke thonë po, me Bonën që... Hajde Enza, kena kongën e Devqës, fit Bona Zahiti, zëmërë,
Hajde të ngojna, zamër I bjem. Okej, dëgjues të Radio Dugaxhini, zamër, Defsha fit Bona Zahiti. Summer, po du më tipull ke Mrala, te du me urdhën vizit Ama, pido ke Ama, pido ke Summer ti e hat po des më po ty e t'lak Jam optimist që për bora jam të dish me t'po për mas Kalzo qfar shofere je Më shë gas Flitë max Puff, pas Bë më nisi marijuana Ma ke thy si kokaina LSD jetu shti tripa Jetu më quna si MD Ma shumë se që du më t'po Po du më t'ni Sari shëfët të tua Jo nga dumet Summer Po du më tipull ke Mrala Te du me urdhën vizit Ama Pido ke Ama Pido ke Pas në ardhë se pa e prit Po e cun shumë ka dal Baby po kam qka me më shif Po me ty s'boloj skandal Se kom hot can hide what I'm feeling for ya Që dhe më mojtë se cilën rhythm Nuna Pido prej your love Nisso babe Hello Summer Po du më tipull ke Mrala Te du me urdhën vizit Ama Pido ke Ama Pido ke Okej, dëgjues të Orë Studio dhe Radio Dugaxhini. Bona 2 euro botare. Për bonën 50 euro. Për Spleshëm, borë. Super talent e fita janë kondin. E fita janë kondin. Për me, mas i ro fjollat e Bona e ka bo kongë me një take, do me thonë vishë ka pasur në studio, pa ta lëshu rekord, e kryti, I boni dobi, ka, edhe qash, amazing, është një artiste shumë e talentuar, më që kom i ordë koha? Bro, jo që ka ordë koha, po vish ka ordë koha, po nuk kini tu mujt me vrej se ketë ka ordë koha për gjithë sound, bro. Qëtafti vish kanë mu largu sanët e vjetra dhe vish sanët e reja, se bro, me një kong që s'ka dollë, tham, janë të def mu më krasu me reperat s'ka du me dhëm good, kështu që s'ka bro, musë në më krasujnë me plaq që I dojnë dhëm good para se me fjetave. Me dhëm god. Janë që dojnë meritojnë me dhëm god që Njëre ka gja romantik të një shto konga? Po, janë romantik kur dojtë. Apo të gjelozën bashkëshortja kur bën kong me artiste femna? Bashkëshortja nuk më përzijën fërë këtë farpun, po gjeloz është, edhe unë jam gjeloz vetë, unë s'moj me thonë që s'jam, po... A e gjeloz, Devsha? Normal, që mos me konë, për diçka që është e jam, ja, do të me konë gjeloz gjithë. Okej. A je gjeloz në artista, për shembull në pjesën artistike, a vish në lidhje? Pjesën artistike, s'kam qa me gjelozu, se e di që qa vëjën së në bë kërkosh, ato jena ketë tjetër sa më. Fet, fet jena. A ko Devsha plan bë? A je knash Dev me fitimet që I kin muzikë? Për fitimet muzikës, nëse I famojt me të, nuk kisha nejnë të, po shqyqër zotit kam tjera sana dhe di mu gjindë. A do me thonë muzikën e ki pasjene nuk e ki shumë për përfitime, a? Unë synoj me bo përfitime me to, po për deri sos jam të bo përfitime me to, bëj përfitime me sana tjera. Okej. Devsh, a shkojna me performancën e tretë? Ja, of course, gjithë të njëtën. Let's go. DJ Ends. Turbo talaba, trap, turbo talaba, trap, turbo talaba. Turbo talaba, trap, turbo talaba, trap, turbo talaba. Big Dave Shaw. Qa, qa, kësani. Qa, qa, shtu e në sanët. Qa, qa, kësani. Qa, qa, shtu e në sanët. Qa, qa, kësani. Qa, qa, shtu e në sanët. Qa, qa, kësani.
Zamër s'du fa të leja ata parat Gat një aparat që du o bankomat tu vol gjipi U zgat gjy 3 pik sun pën hap si pika desti sakti që nesti thort jam detajesh do sen një përsusën Ruju dike që dëm me provu susën Me një rusk FaceTime po ma kalzë muskën Hypin aeroplan ta shëm tu ja rrug Su pun gupën me to e o vak pa vak O tu rjet uj si me pos bebe m'bark Cadillac o dela si pavlak E bor si velo e nusës njonit Për haj bajromi unë jam djoli kirit Mun shetë gjami a Tu fol për më kotet mija Zemrë si ka hub dashnia A bo vje me mu 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 Dubai me shku, Paris me shku New York me shku, Shpani me shku A bo vje me mu A bo vje me mu Kjo seni Shtën sanët Kjo seni Shtën sanët Kjo seni Shtën sanët Kjo seni Për mirë jam një sket sun kryet kjo A mo që tash pe kryna Let's go Devsha live në Orë Studio Turbo Talavat 3 Yes sir, yes sir Yeah A o që ke pjesë albumit? Po, Triple T Do me thonë Triple T, ja Yeah Nisan ndryshë, nisan shumë fresh Yeah, ko nostalgji pak se është sani shumë balkanik Do me thonë është sondi jën, është melodia jën Kena qef na pak më na këty krohi Me që Jordanin për tjetë Sa du shit me Francesa Yeah, po edhe kur vje puna të dosh me aket kop me vërës s'ka dhe Sa du shhojna sushi Yeah Devsh, qush po do këtë ishtar? Qëtar që kena do segmente shumë interesante Po shkojna me të paren Thirët 15 për 1.5 Enze kom e lëshu timerin Edhe unë kom e të bo 15 pyetje të shpejta A i gati dhe Shkojmë, end Kush është njeri mas prav në familje për suksesin tënë? Fal njeri Kush është njeri mas prav? Mas proud? Po Kate, okej Të ishë konë superhero, kush është konë? Kate Se ki një? Kate Mos më përgjesh me Kate në krejt Sukses në karrier, anë dashni Kate Kur je i bajataft, qka bën? Kate Ja, ndru dhe Okej, edhe Kur je i bajataft, qka bën? Tanat Kjerë preferum Kate Ushqimi që kështë hongër për çdo ditë jetës tone Kate A kina ushqim preferum njëre? Kate Kritika është e gruja mas shumë të Kate Qka ki fobi? Kur gjo Okej. Filmi preferum? Kate A kina film preferum për nima? Kate janë të mitë Okej. Qofse jo që të karrierë, qka? Kate karrierat Kate karrierë Shprehia ma weird që e ki Kate shprejit A kina shprehi? Qdo shprejit Sa një fundi që e ke bo Google search Kush e devqa Kush, atë kalzej kush Cila Kate. fjolla që e përdor kërshon? Kate Ja, kërshon desh Kate Kur unë to është zharë gjendje emocionale ki Kate gjendjen emocionale e kam për një vete Pozita preferume Kate Që kje bën Okej, thank you desh Let's go Hajde një fishlim së të fort e këta Let's go Okej, desh Faleminderit shumë fis Shumë e fort ke Nuk u kry halo Për me? Ja, së kry halo ka dole ku e nis Ja, jam shumë Devsh Segmenti tjetër thirrët, a është okej? Unë kom të bo 5 pyetje, ti kemë më kallëzu, a është okej, a nuk është? Okej A është okej me ble klikime? Okej A është okej me rajt në Kong?
Okej. Është do kemi vesh gjyshët me Gucci. Okej. Është do kemi lyp ndihmën e AI për tekst. Okej. Është do kemi u martu i ri. Okej. Okej. Çfarë so easy and. Kate jena okej. Devsh. Okej. Qa mujna me prit pej devshës në të ardhmen? Kate. Okej, kam e kon. Kate okej, kom e kon, no? Yeah, of course. Për fund e ki segmentin artist versus DJ. Ki mushty me DJ Enzin. Enzi kom ilshu 5 bita një mas një, e ti kimi ashëllu cila kongo edhe cili artist. Kate kam i qëllu. Qofse fiton, Si paguj qatu qa do kërtë do, ta shlyna burgjën. Okej, Enza jena goti. Shkojna me kongën e parë, vish 5 sekunda ki kohë se për ndryshu na hop copyrighti. Okej. Let's go. Okej. Shkja konga? Kjo konga. Mira janë? Ja, kër, një nuk e di. A po menoshe e pak as e deme? A Shqip, a Anglisht, a është Kendrika. Ndërga në menua që është ajo Be Humble, po larkë kënë. Kush është end? Ja, s'kur se kënë gu, biqat në liqa, bashat kongë që që ka dhejsh, që këmë një njerë, së që këmë gu. Ma shumë e këmë gu ato me NBA Youngboy. Posted, që është ajo. Okej, 1-0 për Enzin, shkojna me kongën e dytë. Ja, ve kështë, bro. Kjo Migos, kongën e di, po titull, bro. Ate një maj pak. Ish pak, Slippery, yeah. Slippery, Yes. yeah. Një barazën devsha. Ja, po më lëshu si janë li qapa normal që ka bëj, bro. Shama në kongë që bëj me dit. Ideja o me gabu, nuk kam ja dit me qëllute. Enzi do në me fitu për vete. Kate. Aqë se muzike nga ti, bro. Shkojna me kongën e tretë. Sinan Vlasalia. Sa. Gabo, Okej. është French Montana me Draken. Am një kongës? No Stylist, yeah. Yes, bra, për shret devqin u guta pak se i kena do kongë që i den. Më thani, ne. 2-1, devqa merë e përsin, shkojna me performancën tjetër. A$AP Ferg, Plain Jane on qafta, jo. Shto shpejt e ka qëllu, do më donë 3-1 për devqin. Unë ashtu kështu vish fitu, vab që dëni lëshane, që dëni adhe. Lëshane, edhe shto. O edhe lejt shami, ishte në li qapa mësë malë shë. Ju ish nërët, ha, po. A e ko shto titullin Gangsters, ha? Pau, ha? What up gangsta, ha? What up Gangsters, yeah, po mirë. 4-1 për devqin, falenderët shumë që ke në Or Studio. O kry, biç kur të bëmë ma bëni pagesën kalzanu se po qënë të ne. Falenderët devq, të rej shumë sukses. Falenderët, jam një shumë mirë, kalën e mirë, pret një muzikë të mirë. Pret një muzikë të mirë për devqës. Dëgjo së dojë të radio duka gjini kë ke ketë me mu fisë në Or Studio, me neve ketë devqa, falenderët Enzi, falenderët Trimi, falenderët mish. Na veç shihemi javën tjetër. You are now listening to Our Studio.